Raportet e objekteve të çuditshme fluturuese në qiell janë më të vjetra se Shtetet e Bashkuara. Dhe pikërisht kur filluam të zbrisnim në pyll, u ngjit lart nëpër pemë. Dukej si një formë e madhe cigare me dritë të ndezur nga të dy anët. Disa prej tyre janë raportuar në revista shkencore që datojnë që nga shekulli i 16, por zakonisht janë klasifikuar me përbindshat e Loch Ness dhe janë lënë për shtojcat e së dielës derisa lufta e dytë botërore na tregoi se disa nga ëndrat më fantastike mund të jenë shumë reale. Qeveritë kanë sekrete. Është pjesë e pandashme e qeverive të mbajnë sekrete. Forca ajrore është akuzuar her pas here për fshehjen e informacionit rreth UFO-ve. Çfarë keni për t'u thënë për atë përmbajtje? Ato akuza janë absolutisht të pavërteta. Nëse do të kishte një prani nga establishmentet se UFO-t dhe alienët ishin real, do të hidhte dyshim mbi autenticitetin e tyre, sepse ata e kanë fshehur këtë temë për dekada. Dhe pastaj, dukej sikur thjesht shkoi së bashku, bëri një top dhe fluturoi në atë fushë. Dhe ishte një shkëlqim i madh i verdh jashtë atje. O Zoti im, ja ku është, pikërisht atje. O Zoti im. Që nga mbyllja e luftës, qindra raporte të objekteve të çuditshme në qiell janë dorëzuar tek forca ajrore, dhe shumica prej tyre janë shpjeguar lehtësisht. Shumica e rasteve që ne marrim janë identifikime të gabuara, mashtrime të rastit, aeroplan eksperimental, balona moti, drita të reflektuara të tokës, formacione të pazakonta të reve dhe kështu me radhë. Por janë një fotografi që u lëshua pikërisht sot nga ruajtjet bregdetare të Shteteve të Bashkuara. Ka një përqindje të vogël që në fund të ditës, pavarësisht se sa fort përpiqesh, dhe unë mund të jem skeptik aq sa kushdo tjetër, dhe jam, prap mbeten raste që janë të pa identifikuara. Ju keni përfundimisht kapur diçka në video që njerëzit kanë parë për qindra vite. Ndoshta dikush brenda establishmenteve të larta donte që kjo të dilte jashtë. Zyrtarisht, e dini ka filluar ndoshta në vitet 1950. Ata bën një gjë që quajtur Project Sign. Qëllimet e Project Sign fillimisht ishte të zbulonim se çfarë vlefshmërie kishin në lidhje me njerëzit që pretendonin se shihnin UFO. Pra, ata duhet të zbulonim saktësisht se çfarë po kalonte qiejt amerikan. Sepse ai ishte kërcënim. Qëndrimi kryesor i atij raporti të veçantë ishte në të vërtetë pretendimi i rrëzimit në Roswell, New Mexico, në 1947. Botimi i 8 korrikut 1947. Forcat ajrore të ushtrisë kanë njoftuar se një disk fluturues është gjetur dhe tani është në pronësi të ushtrisë. Oficer të ushtrisë thonë se misili i gjetur dikur javën e kaluar është inspektuar në Roswell, New Mexico, dhe dërguar në Wright Field, Ohio, për inspektim të mëtejshëm. Papritur, ishte sikur UFO-t janë real, dhe pastaj gazeta e ditës tjetër? Jo, nuk ishte. Ishte një balon. Kaq shpejt ajo histori u shtypua siç bëhet zakonisht. Disa momente më parë, fola me zyrtar në Wright Field dhe ata deklaruan se presin që ajo e ashtu quajtur pjatë fluturuese të dorëzohet atje, por që nuk ka mbërritur ende. Ndërkohë, generali Ramey përshkroi objektin si të një ndërtimi të dobët, pothuajse si një lloj kutie. Ai thotë se ishte aq i dëmtuar sa nuk mund të përcaktonte nëse kishte një formë disku dhe ai nuk tregon madhësinë e tij. Ramey thotë se sa mund të përcaktohet, askush nuk e pa objektin në ajër, dhe ai e përshkruan si të bërë nga një lloj folje kallaji. Disa raste kryesore të UFO-ve janë përçmuar, holluar e tjerë. Në gjetjet e tyre, ata konkluduan se nuk kishte prova të verifikueshme që sugjeronin se kishte ndonjë kërcënim për mbrojtjen e Shteteve të Bashkuara. Raste që mbeten të pa identifikuara dhe që disa njerëz do të thonë se është një argument për të qenë një shpjegim jashtëtoksor. Shumë i rrallë. Shumica e rasteve që ne marrim janë identifikime të gabuara, mashtrime të rastit, ju e dini, aeroplan, planet, emërtojeni. Dhe ka një përqindje të vogël që në fund të ditës, pavarësisht se sa fort përpiqesh, dhe unë mund të jem skeptik aq sa kushdo tjetër, dhe jam, prap mbeten raste që janë të pa identifikuara. Project Grudge vet, ka një emër, a nuk është? Them, ata nuk e besonin. Mbrapa në vitet 40, makina ushtarake amerikane as që donte të humbiste kohën e saj me këto subjekte. Ata do të preferonin të bënin gjëra të tjera, ju e dini, por ata u komisionuan ta bënin këtë nga populli. Përfundimisht përfundua me Project Blue Book, që përfundoi në 1969, mbyll zyrtarisht në 1970. Forca ajrore e Shteteve të Bashkuara, në zbatimin e përgjegjësisë së saj për mbrojtjen ajrore të kombit, thirret të hetojë raporte të objekteve të pa identifikuara fluturuese. 2 oficerë të forcës ajrore kanë qenë gjatë viteve shumë ngushtë të lidhur me këtë aktivitet.
Kolonel Lejtnant Lawrence Decker ishte më parë zëvendësi kryesor i forcës ajrore për çështjen dhe Major Hector Quintanilla është tani shefi i Project Blue Book. Major Quintanilla, cilat janë objektivat e projektit? Objektivat e programit janë të dyfishta. Ato janë të njëjtat siç kanë qenë që nga 1953, kur u shkruan rregulloret. Së pari, të përpiqemi të përcaktojmë nëse fenomeni UFO paraqet një kërcënim për sigurinë e Shteteve të Bashkuara. Dhe së dyti, të përcaktojmë nëse fenomeni UFO ekspozon ndonjë përparim teknologjik që mund të kthehet në kërkim dhe zhvillim. Kishte vetëm një staf të vogël në një zyrë. Drejtori i tij shkencor ishte njeriu që shpiku frazën mbyllëse të takimeve, Dr. J. Allen Hynek. Ndërsa forca ajrore mblodhi këto raporte, ai ishte një shkencëtar, ai duhej ta shikonte seriozisht. Mendimet e tij fillestar ishin se ishte gaz moçali, i cili bëri shumë njerëz të qeshin në atë kohë, ju e dini. Dhe pastaj, për fat të mirë, Hynek pa mjaft drejt që këto raporte, pasi ai shikoi seriozisht këto raporte, ai pa, prit një minutë. Ka diçka që po ndodh këtu. Vërtet po ndodh diçka këtu. Por ngadale me siguri, Hynek erdhi dhe tha: "Ju e dini, kjo nuk është e drejtë. Disa nga këto gjëra unë nuk mund t'i shpjegoj." Ai u zhgënjye sepse ushtaraku po mbante rastet e vërteta për vete dhe po i jepte atij një ngarkesë të rëndomta të rasteve dhe i thoshte të thoshte këtë dhe të thoshte atë. Kështu ai më pas krijoi departamentin e vet të hetimeve pas asaj. Forca ajrore është akuzuar her pas here për fshehjen e informacionit rreth UFO-ve. Çfarë keni për t'u thënë për atë lloj modeli? Ato akuza janë absolutisht të pavërteta. Në të vërtetë, Forca Ajrore e Shteteve të Bashkuara lëshon statistika mbi fenomenin UFO nëpërmjet zyrës së shtypit të Departamentit të Mbrojtjes periodikisht, dhe ne gjithmonë kemi nderuar mediat e akredituara kur ata donin të hetonin një vëzhgim specifik të dhënë. Nuk ka asgjë për të fshehur, nuk ka asgjë për të fshehur fare. A ka diçka në dosjet, qoftë të klasifikuara apo të paklasifikuara, që do të tregonte se mund të ketë vizitor jashtëtoksor këtu? Së pari, projekti është plotësisht i paklasifikuar dhe nuk ka asgjë në regjistrat që mund të tregojë se ne jemi vizituar nga ndonjë civilizim i avancuar. Ju e dini, ata kanë pasur përfshirje për dekada. Kjo është përfshirje zyrtare, por çfarë për të pazyrtarshmen? Kishte një incident në fillim të viteve 1960 në Socorro, New Mexico. Përfshinte oficerin e policisë Lonnie Zamora dhe ai po ndiqte një makinë me shpejtësi. Dhe ai vuri re poshtë në kanjon, kishte diçka tjetër. Kështu ai e la makinën me shpejtësi. Kishte këtë objekt të bardhë poshtë në kanjon. Kështu ai u largua që të mund të merrte një pamje më të mirë të tij. Dhe ishte si një objekt ovaloide rrumbullakoshe, mbi këmbë me një insenjë të kuqe të çuditshme përpara. Dhe ja ku janë dy krijesat, dy burra duke qëndruar pranë tij me një lloj kostumi të bardhë. Ai doli nga makina e policisë, shkoi të afrohej dhe papritur ka një zhurmë. Kjo gjë ngrihet me flak që dalin nga poshtë saj. Ai fjalë për fjalë kërceu poshtë prapa makinës së tij për mbrojtje dhe e pa të zhduket në distancë. Ai hyri në radio për ndihmë. Kur kolegu i tij arriti atje, shkurret kur kjo gjë kishte qenë, ende po tymonte dhe la 3 grobza në tokë dhe gjurmë të invertuara. Kështu FBI-a u fut. Pjesë e Project Blue Book u fut. E gjithë kjo u filmua dhe fotografua të gjitha shenjat në tokë dhe kështu me radhë. Lonnie Zamora ishte, ju e dini, antari gjatë i forcës lokale të policisë. Kishte 2 dëshmitar të tjerë që pan këtë gjë, ju e dini, duke fluturuar, dhe kjo dhoi ndryshoi qëndrimin e Hynekut. Me çfarë po përballemi këtu? A është kjo realitet? A është jo realitet? Dhe përfundimi i atij hetimi, të veçantë ishte përsëri, asgjë nuk justifikohej. Asnjë hetim i mëtejshëm nuk kërkon të shikojë këtë enigmë. Si e shikon forca ajrore njerëzit që bëjnë raporte të UFO-ve? A i shohin ata si vëzhgues të kualifikuar? Po, ata i shohin ata si vëzhgues të kualifikuar. Në të vërtet, shumica e njerëzve që raportojnë një vëzhgim UFO janë qytetarë patriotik që janë mistifikuar nga diçka që kanë parë dhe nëpërmjet një ndjenje patriotike kanë raportuar tek zyrtarët lokal të zbatimit të ligjit ose tek baza e forcës ajrore të Shteteve të Bashkuara pranë tyre. E po, si përputhet kjo me pajisjet e ndjekjes dhe detektimit të forcës ajrore? Si përshtatet?
E po, në të vërtet, për të filluar, Forca Ajrore e Shteteve të Bashkuara ngarkohet me një akt të Kongresit me mbrojtjen ajrore të Shteteve të Bashkuara dhe Komanda e Mbrojtjes Ajrore të Amerikës së Veriut dhe Komanda e Mbrojtjes Ajrore kanë pajisje ndjekjeje hapësinore që janë vazhdimisht në gatishmëri 24 orë në ditë. Ne jemi të interesuar për çdo gjë që fluturon në atmosferën tonë. E po, si janë raportet e UFO-ve në vende të tjera? Si po i trajtojnë ato? UFO-t në të vërtet ndodhin në të gjithë botën. Megjithatë, Shtetet e Bashkuara është vendi i vetëm në botë që vendos shumë theks mbi fenomenin. Vendet të tjera vendosin barrën e provës mbi vëzhguesin dhe jo mbi përpjekjen e tyre. Kjo do ta bënte punën e tyre shumë më të lehtë nëse do ta bënin këtë këtu. Po, ishte. Project Blue Book ishte një fasad, ishte më shumë një ushtrim marrëdhëniesh me publikun se sa një studim zyrtar i UFO-ve. Gjithmonë pretendohet se disa nga vëzhgimet e tjera interesante shkuan diku tjetër dhe Hynek nuk i pa kurrë ato dhe ai nuk zbuloi kurrë për to. Por ai zbuloi mjaftueshëm sa ndryshoi mendjen e tij. Le ta vendosim kështu. Mendoj se ata kanë mësuar nga gjëra si Project Blue Book, ku nëse keni një liri të plot, ju bazikisht keni shumë të dhëna dhe ata nuk kanë njerëzit për të dalë dhe hetuar atë, ndërsa nëse është nga një burim ushtarak, mund të hetohet mjaft mirë në burim në atë kohë dhe mund të regjistrohet në formate të shumta si dhe kamerat e ndryshme që ata kanë. Ju e dini, llojet e ndryshme të radarit dhe çfarë tjetër, ndërsa civilët nuk mund ta bëjnë këtë. Gjithashtu duhet të nënkuptojnë se nuk ka mashtrime, sepse nëse jeni në ushtri dhe paraqisni një mashtrim, mendoj se, ju e dini, do të kaloni shumë kohë në çfarëdo që është ekuivalenti amerikan i Siberisë. E po, atë që duhet të kemi parasysh është se shumë nga këta personeli të marinës, personeli ushtarak, personeli i forcës ajrore, janë nënshkruar aktin zyrtar të sekreteve. Dhe në vitin 2001, në klubin Amerikan të shtypit, të gjithë këta general janë radhitur medalja, shiritima dhe gjithçka tjetër, dhe unë thash, ja ku po vjen, më në fund këta nuk janë thjesht njerëz në rrugë. Këta janë njerëz ushtarak që kanë pasur vëzhgimet e tyre të UFO-ve, vëzhgimet e aparateve të çuditshme mbi silosa, duke fiksur silosat. E tjera, raketa Minuteman. Shumë nga këta tipar janë atje për t'i treguar medias dhe shtypit dhe ata treguan historitë e tyre të asaj që panë. Përfundimisht ishte nëpërmjet senatorit Harry Reid. Ai u bë i vetëdijshëm për këto video që vinin nga Marina e Shteteve të Bashkuara. Dikush në ushtri është i lodhur dhe i mërzitur nga gënjeshtrat dhe dezinformimi që ata vazhdojnë të sjellin përpara dhe, ju e dini, t'ia hedhin publikul të përgjithshëm. Dikush donte që kjo të dilte jashtë dhe jam i kënaqur që ata e bën, sepse ata ishin të vetmi që mund ta bënin këtë. Ishte si të ngjashëm me mua ose, ju e dini, dikush tjetër që vinte përpara me, shikoni këtë material filmi të këtij UFO-je. Ata nuk do ta blinin, ata nuk do ta kishin. Duhej të vinte nga një burim zyrtar. Disa nga këto video ju rrjedhin atij dhe ai u bë i vetëdijshëm se ne duhet të dimë se çfarë po ndodh këtu, sepse mund të kishte qenë një kërcënim kombëtar, një kërcënim për mbrojtjen e Shteteve të Bashkuara. Kështu ai shtiu që kjo të kalonte nëpër Senat dhe ai bëri pyetje në Senat se ne kemi nevojë për përgjigje për këtë dhe duam të flasim me pilotët që lanë USS Nimitz dhe USS Theodore Roosevelt, që ishin dy nga mbajtësit kryesore të avionëve që dërguan ato aeroplan drejt këtyre objekteve të paidentifikuara fluturuese. Ata kishin atë që quhej në muajt e fundit të presidencës së Trump, projekt ligji ndihmës Covid. Ju mendoni se çfarë kanë të bëjnë UFO-t me Covid? Asgjë. Por ishte lloji projekt ligji ku mund të shtojë gjëra, dhe ky studimi UAP ishte një nga ato gjëra që u shtuan në të. Do të kalonte gjithsesi nëpër Kongres. Dhe, hey, presto, doli raporti paraprak, dhe të gjitha rastet vinë nga burime ushtarake, pra nuk ka raporte nga antar të publikut. Po hynim vërtet në thelb tani, po flasin për njerëz akademik të nivelit të lartë me njeriun e zakonshëm në rrugë që gjithashtu ka parë këto gjëra, le të mos harojmë. Atëherë po përbalemi me histori të vërteta gjithashtu. Vetëm sepse janë pilot të forcës ajrore dhe ne jemi Joe Bloggs në rrugë, është ende i njëjti fenomen. Pavarësisht nëse është pilot apo zonjë Smith, ata po shohin të njëjtat objekte eksakte. Ne zbuluam se kishte pasur një studim sekret që quajtë AATIP, Advanced Aerial Threat Identification Program, që si pjesë e punës së tij shikoi UFO-t. Askush nuk e dinte që ekzistonte deri në 2017 kur u lëshua në New York Times.
Grupi i punës UAP shikoi 144 raste që ktheheshin në 2004. Një nga arsyet që ktheheshin në 2004 është se, dhe ishte thënë nga një nga pilotët, ata në të vërtetë përditësuan pajisjet e radarit që kishin, dhe ishte që atëherë që ata tani kanë qenë në gjendje të ndjekin këto gjëra. Pra, ndoshta thjesht nuk kishim teknologjinë. Nëse do të kishin përdorur të dhëna para 2004, mund të kishte hapur një kuti tjetër krimbi për ta, një që ndoshta ata nuk kishin kontroll mbi të. Arsyeja për 2004 është për shkak të vëzhgimeve të Nimitz dhe filmave që u morën. Mirë se erdhe në SA. Zoti im, të gjitha po shkojnë kundër erës. Era është 120 nyje perëndim. Përshëndetje shok. Ne e dim që 3 videot që dolën në dritë, që ishin të lidhura me marinën, janë origjinale. Ndoshta dikush brenda establishmenteve të larta donte që kjo të dilte jashtë. Nëse rrjedhe dhe pastaj ata duhej ta zbulonin sepse rrjedhi është një zonë pak e hirt, e vetmja gjë në lidhje me materialin nuk është cilësi shumë e mirë. Unë e di që cilësia mund të ishte më e mirë dhe ata ndoshta kanë më të mirë. Pra, pyetja lind. Pse lëshuan një imazh kaq të errët, të tmerrshëm? Një tjetër i quajtur FLIR, Forward Looking Infrared, që u pa në lartësi shumë të ulët për të filluar mbi ujë. Është si një tiktak i vogël, por qartësisht më i madh në dimensione kur u ndjek nga avionët ushtarak. U tha se po udhëtonte me 46.000 milje në orë, që është rreth 10 herë shpejtësia e zërit. Tani, forca G mbi atë ishte e tillë që nëse ai do të ishte një avion normal, me një pilot normal, ai do të ishte i vdekur. Po fluturonte në mënyrë të çrregullt, nuk kishte pluhur vizual të shkarkimit, nuk kishte krah vizual ose aerofoile, ju e dini, që do të pritje të shihje në një avion. Roger, ai po qëllon kutinë e synuar. Jo, unë mora një ndjekje automatike. O, okej. O, zoti im shok. Wow, e çuditshme. Pilotët gjithashtu po komunikonin me njëri tjetrin dhe thoshin, zot, shiko atë gjë. Ka një flot të tërë prej tyre. Ka një flot të tërë prej tyre. Shiko në SA. Zoti im, të gjitha po shkojnë kundër erës. Era është 120 nyje perëndim, shok. Ja ku po vjen. Po, e kemi thënë këtë për vite e vite. Nuk është LS megjithatë, apo jo? Nuk është i yni, shok. E po nëse ka diçka, po rrotullohet. Ju keni përfundimisht kapur diçka në video që njerëzit kanë parë për qindra vite. Ne e dim që nga vitet 1940, shumë aeroplan të forcës ajrore amerikane u ndoqën nga ajo që njihet si luftëtarët Fu, ashtu si gjermanët, forca ajrore gjermane. Dhe çdo vend mendonte se ishte një pajisje sekrete e tjetrit, dhe nuk ishte deri pas luftës kur regjistrat u sfaqën se askush nuk e dinte se çfarë ishin këta luftëtar Fu. Dhe ishte thjesht një top zjarri që shfaqej në majat e krahëve. Dhe që nga mbyllja e luftës, qindra raporte të objekteve të çuditshme në qiell janë dorëzuar tek forca ajrore, dhe shumica prej tyre janë shpjeguar lehtësisht. Avion eksperimental, balona moti, drita të reflektuara të tokës, formacione të pazakonshme të reve dhe kështu me radhë. Por janë një fotografi që u lëshua pikërisht sot nga rojet bregdetare të Shteteve të Bashkuara. Tregon 4 objekte të ndritshme në formacion në qiell mbi Salem, Massachusetts. Dhe kjo fotografi u mor në orën 9:35 të mëngjesit, më 16 korrik, nga një fotograf i rojeve bregdetare. Nuk ka përfundim definitiv. Ata kanë thënë se disa prej tyre mund të jenë si identifikime të gabuara, gjëra që të gjithë ne e dim. Njëra është balona, ju e dini, atmosferike, një syr të tërë gjërash që ju e dini, shohim në qiell. Dhe pastaj ata kanë Atë të fundit që është tjetër. Ata kanë një kategori në atë raport të quajtur tjetër, dhe ajo mund të jetë çdo gjë. Por atë që nuk do të gjeni askund të përmendur në raport është fjala alien ose jashtëtoksor. Ato fjalë nuk janë në të askund, por mund thuash se ata janë në kategorinë tjetër. Dhe ishte më shumë e orientuar në linjë me mënyrën se si mund të mbrojë pilotët tanë dhe ekuipazhin, ju e dini, në rrezik në këto situata. Ata vazhdonin të përdornin hipotezën e balonës së motit. Nuk jemi larguar ende nga ajo që nga fillimi i Roswell. Mënyra se si arritën në atë përfundim është sepse Amerikanët besojnë se ata kanë teknologjinë më të avancuar ushtarake, dhe kjo ishte përtej tyre, përtej aftësive të tyre, dhe mendoj se i frikzoi jetën e tyre. Nëse është teknologjia jonë vet, atëherë pse mbajnë aq sekrete? Sigurisht ata duan ta shfaqin te Korea, kinezët dhe rusët. Hey, shikoni çfarë kemi. Shikoni çfarë kemi.
A kanë krijuar një aparat fantastik që mund të tejkalojë, ju e dini, aftësitë e avionëve modern. Dhe nëse po, ne duhet jemi shumë të shqetësuar me atë. Pra, qartësisht, ne duhet të shikojmë përtej gardit për mundësitë që është një vend tjetër. Kjo thënë, unë ende besoj se po përballemi me diçka jashtëtoksore ose ndërdimensionale. Ja rëra e zezë, ajo është i veriu. Ja shurma, sigurisht. Ecni përgjat këtu drejt ku unë, o Zoti i Madh, pikërisht atje. Çfarë kemi? Ja ku është? Ja ku është pikërisht atje. O Zoti im. E po, të gjithë do donin që UFO të ishin qenie nga një botë tjetër. Them, është teoria më romantike, por le të qëndrojmë atje dhe të themi se duhet kujtojmë se është një teori ose një hipotezë e quajtur ETH, hipoteza jashtëtoksore, dhe ka shumë, ju e dini, teori të asaj që UFO-t mund ose nuk mund të jenë. Si këtu në Mbretërinë e Bashkuar, ky është një fenomen që ka prekur çdo kontinent në këtë planet. Apo përballemi me fenomene në shumës se sa fenomen në njëjës. Mund të jetë gjëra të shumta se sa ndonjë gjë e vetme. Pra, unë personalisht nuk do të përjashtoja asnjërin prej tyre. Ju e dini, dhe kjo përfshin jashtëtoksorët. Nëse do të kishe një listë me 10 teori kryesore, do duhej ta vendosje diku atje. Si ufolog, ne po prisnim për këtë raport shumë të pritur që vinte nga Pentagoni, i cili supozohej se do të hapte kapakun mbi fenomenin UFO dhe do të na jepte më shumë përgjigje për atë që kemi shikuar. Pra, u befasova shumë kur doli. Ishte vetëm rreth 9 faqe ose kështu kur doli zyrtarisht. Çfarë është interesante është shurmi i kësaj lëshimi të një dokumenti në lidhje me UAP-t. Sa faqe ishte? 9 faqe. Dhe a reagoi bota ndaj tij? Jo. Është alarmues. Duhet të ishte një raport vërtet i thellë, duke qenë një temë kaq e rëndësishme. Ky është problemi me këtë temë. Besimi është thyer dhe është aq i vështirë të vish me besim të mirë në të. Janë dhënë goditje pas goditje pas goditje. Pra çdo respekt, çdo reputacion është shkatruar. Dhe ata kanë guximin tani të lëshojnë këtë letër për të shprehur interes të lehtë, kur ata e dinin gjatë gjithë kohës se ishin real. Ata kanë gënjur dhe kanë ndihmuar të krijojnë propagandën duke njoftuar se ato janë të rreme dhe nuk janë real. Besimi, kjo ka fshirë besimin dhe integritetin me fuqitë që janë. Pra, s'është çudi që nuk mund t'i besojmë. Dhe është interesante, a nuk është, se si ata kanë ndryshuar akronimin nga UFO, objekti pa identifikuar fluturues, në fenomeni pa identifikuar ajror. A nuk është kjo interesante? Po, pra ndihet sikur ata janë përditësuar nga pjata tipike fluturuese viteve 1950 që vjen nga një planet tjetër në fenomen ajror. Që për mua kjo është pak e frikshme, sepse është pothuese një pranim sikur po shkojmë në dimensione ose teoria e realitetit ndërdimensional. Brenda fushës së ufologjisë, UAP është një term shumë më i saktë. Por mund t'ju them tani, nëse do të shkonit në qendrën tuaj lokale tregtare, qendrën tuaj lokale të blerjeve, dhe ndalni 100 njerëzit e parë që kaluan pranë jush dhe të thoshe çfarë është një UFO, dhe 99 nga 100 do të thonë një objekt i pa identifikuar fluturues, një anije kozmike ose fjalë në atë kuptim. Nëse do të thoshe çfarë është një UAP, besoj se ka një version të klasifikuar të këtij. Po flisni me disa nga kolegët e mi ditën tjetër për atë. Mendoj se është rreth 96-97 faqe të gjata dhe vërtet hyn në thelb të asaj që ata me të vërtet besojnë se është pas këtij materiali të mrekullueshëm. Do doja të mendoja se ai raport do të dalë gjithashtu. Por nëse del, a do të jetë i manipuluar? A do të jetë shumë i censuruar? Them, qeveria amerikane tani ka rënë dakord dhe ka ngritur sekretin mbi UFO-t tik-tak. Dhe prandaj do doja të mendoja se ndoshta ky raport i vazhdueshëm do të dalë dhe do të na tregojë më shumë më shumë. Qartësisht brenda rreshtave të atij raporti, ata po thoshin se kishte objekte që sfidonin shpjegimin. Kjo është një anë e mirë, por ana e keqe është thjesht duke u shqetësuar në pjesën e pasme të meje, është çudia a mund të jetë teknologjia jone vet, dhe ata janë të lumtur, makina ushtarake amerikane është e lumtur që të maskerohet si një UFO i imagjinueshëm, sepse largon atë që me të vërtet është. Ata kanë thënë, e po mund të jetë ruset ose Kina, ne nuk mendojmë se është, por mund të jetë. Pra, a është kjo, ju e dini, një lloj mënyre e derës së pasme për të thënë na duhet më shumë para për buxhetin e mbrojtjes, vetëm në rast se këto gjëra janë, ju e dini, kundërshtarët tanë huaj? Kur shikon se çfarë kanë shpenzuar në departamentin e mbrojtjes, mendoj se ishin 22 milion, krahasuar me buxhetin e përgjithshëm të mbrojtjes, që shkon në trilione, është një gjë e vogël, ju e dini, mund të tingëlloj shumë para për ne, por nuk është asgjë. Tani, jemi në rrugë për të thënë kështu që ndoshta fuqitë që janë do të thonë në rregull.
duhet të zbulojmë pak më shumë për këtë. Ja parat. Sepse kur shikon parat që shkojnë në programin e buxhetit të zi të makinës ushtarake amerikane, miliona dollar që shkojnë në financimin e këtyre avionëve të rinj dhe gjëra të tilla, le të kemi një pjesë të këtyre dhe të shikojmë siç duhet enigmën UFO, sepse tani po bërtet për këtë kërkesë për përgjigje. Kërkimi për jetë atje jashtë është i shkëlqyer, por pastaj a do të na thonë establishmentet të vërtetën? Jo. Dhe po e gjejmë këtë herë pas here. Pra pavarësisht se çfarë gjendet, çfarë zbulohet, çfarë sjellet në tryez, nëse është një kërcënim për ju e dini shoqërinë ose ju e dini është diçka që establishmentet ushtarake, më së shpeshti establishmentet ushtarake, duan ta mbajnë sekret, mund të vini bast që do ta varrosin, do ta patentojnë dhe do ta largojnë. Janë këtu për të diskutuar ashtu quajturat pjata fluturuese. Interesi i forcës ajrore në këtë problem ka qenë për shkak të ndjenjës son të një detyrimi për të identifikuar dhe analizuar në aftësinë tonë më të mirë çdo gjë në ajër që mund të ketë mundësinë e kërcënimit ose rrezikut për Shtetet e Bashkuara. Në ndjekje të këtij detyrimi, që nga 1947, ne kemi marrë dhe analizuar midis 1 dhe 2.000 raporteve që na kanë ardhur nga të gjitha llojet e burimeve. Nga kjo masë e madhe raportesh, ne kemi qenë në gjendje të shpjegojmë masën më të madhe të tyre në mënyrë adekuate, t'i shpjegojmë ato për kënaqësinë tonë. Kemi qenë në gjendje t'i shpjegojmë ato si mashtrime, si aeroplan miqësor të identifikuar gabimisht, si fenomene meteorologjike ose si aberacione drite. Megjithatë, ka pasur një përqindje të caktuar të këtij volumi raportesh që janë bërë nga vëzhgues të besueshëm të gjërave relativisht të pabesueshme. Është ky grup vëzhgimesh që ne tani po përpiqemi të zgjidhim. Major Kihoj, cila është mendimi juaj për këto vëzhgime të reja të objekteve të pa-identifikuara? Me gjithë respektin për forcën ajrore, besoj se disa prej tyre do të vërtetohen se janë me origjinë ndërkombëtare. Gjatë një hetimi 3 vjeçar, zbulova se shumë pilot kanë përshkruar objekte me substancë dhe shpejtësi të lartë. Në një rast, pilotët raportuan se avioni i tyre u godit nga një objekt që e kaloi me 500 milje në orë. Qartësisht, ky ishte një objekt solid dhe besoj se ishte nga hapësira e jashtme. Një vështirësi themelore në trajtimin e këtyre është se nuk ka asnjë matje të tyre që na mundëson t'i vendosim në ndonjë model që do t'ishte fitim prurës për një lloj analize të zakonshme për të ndërmarrë hapin tjetër. Ne kemi deri më sot ardhur në vetëm një përfundim të fortë në lidhje me këtë përqindje të mbetur, dhe kjo është se ai nuk përmban asnjë model qëllimi ose qëndrueshmërie që ne mund ta lidhim me ndonjë kërcënim të konceptueshëm për Shtetet e Bashkuara. Qeveria është shumë faqshë. Ka kohë kur një departament nuk e di se çfarë po bën departamenti tjetër. Është në bazë të nevojës për të ditur. Ju nuk keni nevojë të dini që elefanti ka vesh. Po punoni në trumb. Ju e dini, është aq e thjeshtë sa kaq. Dhe kjo mund të jetë një arsye tjetër pse ata kanë përshtatur grupin e punës UAP. Tani ju nuk keni nevojë. Vjen nëpërmjet nesh. Dhe ju atje jashtë, ju nuk keni. Ne kemi nevojë të dim, ju nuk keni. Nëse ata do të dilnin dhe do të thoshin po, është real për shkak të gjithë njerëzve që kanë dalë të deklarojnë se kanë pasur këto përvoja dhe u përqeshën nga karteli i mediave, ju e dini si do të shkojë gjithë kjo. Do të shkojë përmbys. Çdo gjë do të përmbyset. Ju e dini dhe mënyra se si e shoh është se i mallkuar qofshin. I mallkuar qofshin për atë që kanë bërë, sepse është e vërteta që ne e dim se është e vërteta. Ata po ju thonë se nuk ekziston, dhe ata janë atje. Ata janë mbi ju, teknologji që ne nuk e kemi këtu. Një gjë që vura re në raportin e Pentagonit, kishte një kapitull i cili ishte gjithashtu në një ngjyrë të ndryshme dhe po përpiqej të largonte stigmën që është bashkangjitur temës dhe të inkurajonte njerëzit e ndryshëm ushtarak të dilnin përpara. Tani përqeshja ka qenë një faktor shumë i pafat në këtë gjë. E di, por e gjithë çështja është se kushdo që raporton një tani do të thonë jetë shmëndur, shiko çfarë tha raporti Condon. Tani nëse lejojmë raportin Condon të shkojë pa u sfiduar, ne do të ishim fajtor që e lejojmë këta njerëz të viktimizoheshin, dhe ka shumë njerëz që janë dëmtuar keq nga përqeshja zyrtare pas vëzhgimit. Pilotët e linjave ajrore sot
Shumica e tyre nuk do të raportojnë një vëzhgim publikisht. Shumë pilot më kanë thënë se unë nuk do të raportoja një tek forca ajrore. Gjëja fluturoi drejt në kabinën e pilotit, sepse ata citojnë rastin e kapitenit Kilian, i cili u pëqesh shumë keq dhe përfundimisht u shtua nga linja e tij ajrore. Sipas gruas së tij, tha se ishin nën presion, u shtypën në të nga forca ajrore. Tani kjo është dëgjuar, por fakti është që njeriu që nga ajo kohë nuk ka përgjigjur kurrë asnjë pyetje. Ai nuk do të shkojë në TV, radio dhe të flasë me gazetar fare. Në ditët e vjetra, nëse ata kishin raportuar diçka, ose e kishin ndjekur në radar gjatë fluturimit, urdhëroheshin të mos flisnin për të. U thuaj se duhet të nënshkruanin një formular për të thënë se kjo është shumë sekrete, përndryshe do të humnin punët e tyre. Mendoj se tani kjo pranim nga Marina ka sjell me siguri, ju e dini, shumë njerëz jashtë, dhe na ka dhënë hop në faktin se nëse këta tipar po thonë se janë real, atëre qartësisht po përballemi me diçka që është një fenomen i zakonshëm. Ka prova të mjaftueshme që sugjerojnë se me të vërtet duhet shikojmë këto vëzhgime në qiell. Dhe përsëri duke u kthyer në këtë raport të Pentagonit, çfarë zbulimi të mrekullueshëm ishte që vërtet të ngren duart dhe të thonë ne nuk e dim se çfarë është kjo. Ndryshim masiv nga vitet 1940 kur ata thjesht donin ta largonin në hije. Mund të keni vënë re një pilot grua të quajtur Alex Dietrich. Ajo ishte një nga ato të përfshira në vëzhgimin Tic-Tac. Ajo ishte një pilot luftarak Top Gun. Ajo nuk ka interes në këtë temë, por ajo doli nga puna dhe në regjistër thjesht për të treguar, shiko, nëse raporton këto vëzhgime, haro teoritë e komplotit, nuk do të humbës pensionin tënd, nuk do të pushohesh nga puna, ju e dini. Dhe ajo ishte e hapur duke inkurajuar të tjerët të bënin saktësisht të njëjtën gjë si ajo kishte bërë. Pra, mendoj se kjo është një lëvizje shumë pozitive. Me të vërtet. Që kur studimi i Departamentit të Mbrojtjes për UFO-t u zbulua në New York Times në dhjetor 2017, ka pasur një, ju e dini, një ndryshim të plot. Ufologjia konsiderohej si një temë e sezonit qesharak. Apo kërkoni për njerëz të vegjël të gjelbër apo çfarë? Jo. Jo njerëz të vegjël të gjelbër ose gra. Thjesht forconi faktin të njerëzit që po shikojnë se UFO-t janë real, pavarësisht se çfarë mund të jenë, ata qartazi janë real. Është një enigmë substanciale që ka qenë me ne nëpër mijëvjeçara të panumërt. Zoti i bekoh të gjithë ata njerëz që kanë dalë dhe kanë treguar historitë e tyre. Ka një flot të tërë prej tyre. Shiko në ESA, Zoti im, të gjitha po shkojnë kundër erës. Era është 120 nyje në perëndim. E gjithë gjëja shok. Çfarë raporti dhe mbulimi shoqërues i shtypit ka bërë tashmë dhe e kam thënë në disa intervista. Ju a thash. Shpresoj thjesht se ata na thonë, ju e dini. Po, ata janë real dhe ata na sjellin atë provë të fortë për të vërtetuar se ne nuk po çmendemi. Ju e dini se ne kemi parë UFO, se i kemi parë në largësi të afërt. Ata janë real, por çfarë janë? Ne nuk e dim. Më besoni kur ju them se kur jeni në praninë e tyre, kjo ndryshon gjithçka. Njerëzit do t'ju thonë se çfarë mendojnë se pat, ata nuk pan atë që pat ju. Pra për ato establishmente të pushtetit që mohojnë vazhdimisht realitetin, atëherë më falni, ju e dini. Ata duhet të jenë të hapur për këtë sepse ne duam të dim të vërtetën.